çfarë po dëgjoj ndihem shumë i tronditur. Sepse të vrasësh një fëmijë 7 vjeç dhe të thuash që unë isha në rrugën time, kjo është jo vetëm hipokrizi, por një përçmim i madh ndaj jetës së njeriu. Jam i bindur se askush nuk do që të ndodhi aksident. Por kur me futullëk, megalomani, nuk kërkon as falje, as pendohesh, por thua isha në rrugën time. Madje na tregon me krenari se ke bërë dhe 20 aksidente të tjera sepse ecën shpejt. Po si more derdimen, pas ke bërë gjithë këto aksidente dhe vazhdon akoma të ecësh shpejt dhe më në fund merr një jetë njeriu. Një fëmijë vetëm 7 vjeç. Ngushëlloj familjarët për këtë humbje të madhe dhe i kërkoj drejtësisë të japi drejtësi. Mos mendoj kush është, i biri kujt është dhe çfarë ka dhënë në ato telenovelat apo emisionet e tij. Akoma më thellë unë kuptoj diçka në shpirtin e tij. Se për 15 vjet u pushkatuan me gjyq dhe pa gjyq mijëra individ. Vetëm se ishin kundër një regjimi bastard. Por sot e 36 vjet, metastazat e komunizmit të shpërndara në parti politike, madje që i drejtojnë ato, kur nuk kanë kërkuar falje dhe kur nuk dhanë të drejtë. Prandaj ka ardhur momenti që gjyqësori të bëjë drejtësi për të gjithë ata që kryen këto akte kriminale dhe nuk pendohen. Nuk kërkojnë falje. Dëshkim dhe vetëm dëshkim për të gjithë ta prototipa që abuzojnë me rrugën dhe thonë ne ishim në të drejtën tonë. Po jetën që e more, nuk ishte në drejtën e tij që të jetonte? Turp të kesh.